Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit. DK 21 vjeç banues në qytetin e Koplikut, pasi dyshohet se ka prerë tubin e alkoolit të frenave të automjetit në pronësi të shtetases amerikane ML 46 vjeçe. LI 40 vjeçe, pasi nga kontrollet të kryera në bashkëpunim me shërbimet e OSHE në banesën e saj u konstatua lidhje e paligjshme e energjisë elektrike. Në G 57 vjeç, banues në fshatin Vukël, pasi u konstatua se kishte kryer punime ndërtimi pa leje. Specialistët e sektorit për hetimin e trafiqeve referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin. GZ 20 vjeç, banues në fshatin Hotieri, për veprën penale falsifikimi i vulëve, i stampave ose i formularëve, edhe trafikimi mjeteve motorike, pasi automjeti që ai posedonte dyshohet të jetë i trafikuar me targa të falsifikuara dhe ndërhyrje në numrin e shasis. Automjeti u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit EB 18 vjeç banues në fshatin Posrib dhe EN 18 vjeç banues në fshatin Hotieri, pasi u kapën duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Gjithashtu specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori për 2 raste. Dje shtetasi ED 50 vjeç banues në Shkodër, duke drejtuar motomjetin dyshohet se ka humbur kontrollin, është përplasur me barrierën anësore të rrugës dhe përpasoj është dëmtuar. Ai po merr mjekime në Spitalin Rajonal Shkodër. Dje shtetasi MF 75 vjeç banues në Shkodër, duke drejtuar motomjetin, ka përplasur biçikletën me të cilën po lëvizte shtetasi KP 57 vjeç, i cili u dëmtua lehtë. Specialistët për sektorin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër shpallën në kërkim shtetasin EK 39 vjeç, pasi ka kallzuar bashkëshortja e tij, shtetësja MK, e pajisur me urdhër mbrojtje ndaj tij se 39 vjeçari ka marrë vajzën e tyre 6 vjeçare në kundërshtim me vendimin e gjykatës dhe është larguar me të, po punohet për gjetjen e tyre. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.